Realisht jam shumë i kënaqur, është një diçka që e kena merituar, nuk është se ne e morëm pa drejtësisht, është një fitore që mund ta bashim edhe në Çipër, ndoshta me 2-3 gjëra të vogla, sepse edhe aty kena luajtur shumë mirë, kena humbur jashtëzakonisht shumë raste. Ndërkohë që ne likum pak neshin e kthimit, por unë jam shumë i lumtur për vajzat, këto vajza e meritojnë. Këto vajza kanë dhënë shumë për këtë futboll dhe po japin akoma shumë dhe unë jam shumë krenar për vajzat që kam. Realisht grupi B është grup i vështirë tash, nuk është më edhe është shumë na duhet shumë punë për të qenuar te ky grup. Do mendojmë që të afrojmë edhe vajza të tjera, po jemi në vëzhgim. Shpresojmë që dy nesër që kemi në Turqi të kemi një pjesë të këtyre vajzave që ne kemi biseduar dhe do e shohim atje të nesër që kemi atje se sa të vlefshme janë për të bashkangjit grupit dhe për ta bërë grupin më të cilësor sepse dim që na presin nesër shumë vështira. Po ajo që ishte kryesorja dhe ne që e kërkuam gjatë gjithë lojës ishte grinta. Dhe kjo është një diçka që na karakterizon dhe na mungoi realisht nesër e parë. Sot luajten me atë grinjë që din vajzat, luajten me atë dëshirë që kanë për ta fituar nesër dhe dolëm aty ku doshim ne te loja, besoj që ishte edhe një lojë pëlqyeshme edhe për njerëzit që ishin në stadium.